Alba nuk ishte në gjendje. Nuk ishte e lodhur vetëm fizikisht, lodhja që mbante mbi supet e saj ishte lodhja emocionale, një ngarkesë që nuk mund ta shpërndante dot me fjalë. Pas përplasjes së fundit me Limin në mes të prahimit, ajo ndjeu një boshllëk të madh që e shtrëngoi nga brenda, një boshllëk që nuk mund të mbulohej me asnjë buzëqeshje ose justifikim. Sytë e saj ishin të kuq nga lotët dhe zemra e saj rrite aq fort sa çdo frymëmarrje dukej e panevojshme, po aq e rëndë, në atë çast, ajo u tërhoq nga bota e jashtme. U ul në cepin më të largët të dhomës, duke mbajtur duart e lidhura, duke u përpjekur të kapte një copë qetësie brenda vetes. Por lotët vazhdonin të rridhnin. Nuk ishin lotë të thjeshtë, ishin shprehje e dhimbjes së pafund, e shgënjimit, e ndjenjes se asgjë nuk mund të ishte më e thjeshtë se kaq. Alba nuk e kishte menduar kurrë që një debat ose një përplasje mund të ndikonte kaq shumë mbi trupin dhe shpirtin e saj. Ajo ndjeu sikur bota ishte e largët dhe e ftohtë, sikur çdo hap jashtë dhomës do të ishte një hap në boshllëk. Heshtja e saj nuk ishte mungesë reagimi, ishte përpjekje për t'u mbrojtur, për t'u mbyllur brenda një qetësie që nuk ekzistonte. Limi e pa atë gjendje. Ai ndjeu një shqetësim të papërshkrueshëm, një trazim që nuk mund ta lëshonte jashtë vetes. Përplasja e tyre ishte e ashpër dhe secili prej tyre kishte thënë fjalë që nuk mund të ktheheshin mbrapsht. Por Limi e kuptoi menjëherë se fjalët nuk ishin më të rëndësishme se sa pranqenia. Jo për të diskutuar, jo për të sqaruar, por thjesht për të qenë aty. Ai u afrua derës dhe qëndroi një çast duke u përpjekur të vlerësonte hapësirën. Alba nuk lëvizi. Lotët e saj ishin ende të freskët, sytë e saj të zbeth shikonin në asgjë. Limi merr frymë thellë dhe me kujdes vendos dorën mbi krahun e saj për një moment të qetë. Ai nuk foli. Nuk kishte nevojë të fliste. Vetëm prezenca e tij ishte e mjaftueshme. Alba ndjeu dorën e tij dhe ndonse në fillim donte ta largonte, diçka brenda saj ndryshoi. Nuk ishte fjalë. Nuk ishte premtim. Ishte një kujdes i thjeshtë, i butë, që i tregoi se dikush ishte aty për të, pa kushte, pa pritshmëri. Lotët vazhduan të rridhnin, por një pjesë e brendshme e saj u qetësua. Limi ulet pranë saj. Nuk e zgjati dorën, por vetëm e mbajti aty. Ai e shikoi fytyrën e saj, fytyrën që sapo kishte përjetuar dhimbje dhe keqkuptim, dhe e kuptoi se ajo nuk kishte nevojë për sqarim. Ajo kishte nevojë të ndjehej e sigurt, e pranuar, e mbrojtur. Dhe ky ishte një akt më i madh dashurie se çdo fjalë që mund të thoshte. Alba, e ulur atje, filloi të marrë frymë më thellë. Lotët nuk ishin më aq të dhimbshëm. Ishin një rrjedhë që nuk mund të ndalohej, por prania e tij i tregoi se nuk ishte e vetmuar. Që të ndihmoj dikush që të ndjehet i sigurt, nuk është gjithmonë fjala, shpesh është vetë gjendja dhe qëndrimi. Pas disa minutash heshtjeje, Alba uli krahët e saj. Nuk kishte buzëqeshje të madhe. Nuk kishte falje të shpallur. Kishte vetëm praninë dhe njohjen e dhimbjes. Ajo e kuptoi se Limi nuk ishte aty për ta gjykuar. Nuk ishte aty për të fituar diçka. Ai ishte aty sepse e vlerësonte dhimbjen e saj dhe pranonte të ishte pranë, dhe aty, në atë moment të heshtur, ndodhi diçka e bukur. Një moment i vërtetë dhe i sinqertë. Pa fjalë, pa interpretim publik, pa pritshmëri nga të tjerët. Një moment ku dhimbja dhe kujdesi takohen dhe ku e vërteta e ndjenjave nuk kërkon spektakël. Limi vazhdoi të qëndrojë pranë derës, duke e mbajtur dorën e tij të shtrënguar mbi krahun e saj. Alba nuk fliste. Nuk kishte nevojë. Heshtja e saj, e ndërthurur me praninë e tij, u bë një gjuhë më e bukur se çdo fjalë. Ajo i dha një kuptim tjetër dhimbjes së saj. Dhimbja nuk është vetëm të vuash, ajo mund të jetë edhe ur për praninë e dikujt që e kupton, që kujdeset, që nuk gjykon, dhe kështu, në atë moment të gjatë heshtjeje dhe kujdesi, Alba ndjeu diçka që nuk mund ta përshkruanin fjalët. Jo çdo moment dhimbjeje është për t'u kaluar vetëm. Jo çdo përplasje është fundi. Jo çdo lot është shenjë dobësie. Limi ishte aty. Vetëm. Dhe vetëm kjo ishte e mjaftueshme për ta bërë Albën të ndjehej më mirë. Ndonjëherë, prania e dikujt tjetër, pa fjalë, pa interpretime, është më e fuqishme se çdo përpjekje për të shpjeguar ose për të justifikuar ndjenjat. Në heshtjen e Albës dhe kujdesin e Limit, ekziston një bukuri e fshehur. Bukuria e pranisë së vërtetë, e pa kërkuar, e pa imponuar. Një kujtesë se njerëzit nuk kanë gjithmonë nevojë për fjalë për të kuptuar, dhe se ndonjëherë dashuria shfaqet më e fuqishme kur është heshtur.